Në zemër të Sierra Leones, po të vërtetë te kamera të ndjeki shifeni, jemi në mes të xhunglës. Ndërkohë temperatura është 41 gradë, shifeni. Se si më rrjedh djersa, është jashtëzakonisht bardhë. Kjo është fabrika më moderne e prodhimit të floririt dhe rutilit, apo jo? Rutilit. Në Sierra Leone, investim i një shqiptari, Bakiut nga Mitrovica. Baki, sa është investimi? $10 milion. $10 milion. Po, një pajisje. Grije pak zërin se s'na lën pajisje, duhet me bërtit pak. $10 milion? $10 milion është një investim i tillë, me gjitha pajisjet, ekskavatorat, pumpat, gjeneratorat, është 10 milion instalimi. Do s'bres t'ju tregoj dhe poshtë, po jo tregova këtu për çfarë arsye. Kjo tokë që po shihni ju si e përcaktoni cila tokë ka flori? E kena bo studimi fizibilitet. A keni bo studim? Po, 155.000 skvaj kilometra i kena. 155.000? Po, edhe u bo studimi fizibilitetit komplet ka zonë. 155.000 kilometra katror, këtu e gjithë kjo zonë që po shihni ka flori. Pra duhet të kontrollohet, pra duhet të gërmohet në mënyrë që të dali floriri. Tani, ma shpjego pak sa metra duhet gërmu? Janë delin 6 metra, maksimumi. Maksimumi 6 metra. Maksimumi 6 metra. Flori del që në fillim apo ku shkon? Vjen pas 2 metra është 2 metra dhe parë janë dhe, pastaj vjen po ka rutil dhe flori, ë? Rutil, flori dhe cirkon. Dhe cirkon. Dhe fabrika rakordohet për të treja. Po, kjo instalohet sipas programi, cëllat me roli se e shqipni sa... Pra ju një periud kohë prodhoni flori, një prodhon rutil edhe një prodhim cirkon. Cirkon, po. Gjitha... Qa është cirkoni, qa është rutili se floririn e di? Rutili është gjdo sen që avizlon industrial, si ngjyra, si gjomi, si gjdo sen që avizlon përdurët është boza... është rutili? Rutili. Kurse cirkoni është një mineral që përdurët për... Po nga treja, çfarë prodhoni më shumë? Nga rutili, floriri dhe cirkoni? Rutili edhe ori janë këto dyja që na... Po me qenë se kena edhe një sasi të vogël cirkonit edhe cirkoni. Edhe përpunon edhe. Doni ta dini tani se si përpunohet, do t'ju tregoj sa interesant është. I shihni ekskavatorët që punojnë në atë zonë, ekskavatorët janë duke gërmuar për të nxjerrë dheu. Dheu që nxirret, mblidhet i gjithi në një vend të madh atje, pastaj vjen përmes një transportieri në këtë pajisjen këtu. Kjo është sita. Sita heq burët, të gjithë burët që janë brenda dheut, dhe sa po derdhe të rëra, lëshohet ujë. Ky është ujë me rër, zbret në për këtë drejtim këtu, e merret nga këto pompa dhe vjen në këto vaska këtu, shifini vaskat, të cilat e lajnë plotësisht ujin, dhe çfarë bën? Poshtë do i tregoj zonën ku në një anë rëra shkon në një drejtim, kurse në drejtimin tjetër shkon floriri, rutili apo cirkonin varësi të programimit që ka fabrika. 10 milion është fabrika më e madhe, të ci unë para më mirë, e prodhimit të floririt në këtë zonë. Ka shumë fabrika industriale, Baki? Ka shumë fabrika industriale si kjo? Kjo është e instalume e 4-ta. Edhe 3 tjera janë jashtë... 4 janë gjithse. Pastaj pjesa tjetër është ai floriri artizanal. Pjesa tjetër artizanale është në tjetër zona. Ata e vetëm me sitin, Vetëm sitin. Kurse kjo bëhet edhe kjo mënyrë automatike. Edhe sa flori të del të më the për 1 ton? 1 gram. 1 ton dhe edhe i gërmuar për të nxjerrë 1 gram flori. Shiveni. Vazhdojmë t'ju tregoj pjesën e poshtme. Shiveni se si ndahet. Tu mund ta shihni më mirë. Kamera do na ndjek. E di si është apo jo? Është 40 gradë. Ja, aty prodhohet eksaktësisht ku po e shihni kamera. Është 41 gradë. 40-41 gradë. Jemi duke ecur mes pjesës brendshme.
Shiheni tani se si përpunohet çdo gjë. Baki prodhohet me gjenerator, ë? Po, se çdo sa funksionon në punë, sepse çdo krit vjen çamerë prej atje separohet dhe kthehet ato këtu në Pra gjenerator, shiheni sa gjenerator fuqishëm që prodhojnë si me qenë hidrocentral. Tani ja ku ja thash. Vjen rëra me ujë, Ja. lahet këtu sërish, në moment janë duke nxjerr rutil, nxjerr shive lahet, rëra ikën në atë drejtim andej, kurse uji me flori ose me rutil, varësisht vjen këtu përmes kësaj pajisje. Ja t'ju a tregoj pak më, ja shive si punoj. Shkon këtu, hello, dhe nga këtu niset për t'u depozituar atje. Imagjino, kjo tokë këtu, ky dhe, Baki, hajde dhe mua të tregojmë tamam. Ky dhe këtu është dhe, i cili një sipërfaqe prej 155 km², fshe flori. Flori dhe minerale tjera. Dy minerale, zirkonium dhe rutil. Ani shiheni historinë, më pas Bakiu do i tregoj dhe historinë si ka ardhur këtu, si e nisi, po sot jemi vetëm tek fabrika. Këtu është pjesa e hedhjes së rërës. Po, edhe këtu shumë e rëndësishme për mbrojtjen e ambientit se krejt kjo zonë do të qëndrohet në bujqësi. A do shtrohet bujqësi? Sepse kjo zonë është industriale, nuk ka pas mundësi për bujqësi. Pas pastrimit kësojna, çdo ata gurë të mëdhej kthehen një vend, kurse rënja kthehet një vend edhe mushet apet vëllai si ka qenë. E gjitha, tani ty tregoj pak dhe zonën si është, për ta kuptuar se ku ndodhemi. Po si ke sjell ekskavatorët këtu? Sa ekskavatorë punojnë? Ty janë çdo vend janë dikun 10-12 ekskavator. 10-12 ekskavatorë. I kena dhe ta transportush, i kena varësisht për momentit sa kena gjetë që i vina. Për sa vjet kthehet investimi? Investimi për një vjet kthehet. Për një vjet? Për një vjet. 10 milion dollar që ke investu këtu i merr për një vjet mrapsh. Po, i ka morë. Po pse vjen të investosh Shqipëri në Kosovë? Pse, po më mundson na di atje. Shiheni tani. Ja ku janë duke punuar ekskavatorët, ama këtu e pas keni shpyllzuar. E pas keni hequr pyllin. Kjo është pastrue për mu gërmue. Është pastru për ju. Kjo do filloj gërmimi, pra, tani. Edhe ja ku është duke u gërmuar për momentin. Pra gërmoni nga më larg dhe vini më afër. E gjitha kjo ka qenë pyll. Po, gjitha ka qenë pyll. E gjitha ka qenë pyll, pra nën ato pyje atje që po shihni, fshihet disa prej mineraleve më të rralla të globit. Bakia ta kërkoj një nder. Urdhë. Mos e prejat pemën e madhe atje. Ja ka mbet i sheh. Ka mbet. Të lloja nuk i prekum, sa ato edhe janë të bukura, kurse këtu rriten, këtu mrinë brenda vitit nuk e shes. Brenda vitit, po mirë, po gropat e mëdha që hapni, mbushen brenda vitit? Gjitha mbushen. Të gjitha mbushen? Të gjitha mbushen. Sepse na i stacionojnë në shembull, po flas që pa u shall 20.000 ton dhe i qesëm një vend. Kur bie shi, krejt e kthen nëpër vend si ka qenë. Po sa ko bie shi këtu? Po brenda 6 muajve nuk e njeh ti më orë, mas një viti që nuk shes që ka gërmu kush. Sepse shiu që bjen shumë 6 muaj, kur nuk dalet dhe është i lehtë, sepse nuk është i shtypun edhe ata bjen krejt nëpër vendet veta. Dhe një pyetje kisha unë, sa përqind t'jen nxjerr në formë industriale dhe sa në formë artizanale? Procentuale është 40% është rutil. Rutil. Po, qita 40% është rutil. 30% është cirkon, është një lloj që nuk na duhet, po dhe aja hyn punë, kurse pjesa 1 gram per ton që e në olëmtari. Jo, e kisha fjalën nga floriri që ti nxjerr, sa përqind e nxjerr në formë industriale me fabrikë, sa e blen te artizanët? 60% është industrial, që e bëj 40% e ble tek fshatarët, ë? Po, që punoj bashkë me ta. Po, kurse në 1 ton dhe thua ti, pjesa më e madhe që del është rutil, është cirkon dhe pastaj është ar. 1 gram për 1 ton. 1 gram per ton, po. Imagjino, ajo sa tonshë duhet edhe makina atje? Aja është 30 tonsh. 30 tonsh. Ajo ka 30 gram flori të ngarkuar. 30 gram flori, po masit soj, nuk e di dhe sa orë tëra proces. Shive çfarë perle, më shi çfarë bukurie këtej, të kthejmë këtej bashkë me Bakiun para se të themi mirupafshim. Shive majën atje edhe xhunglën. Në zemër të Sierra Leones,
A dini tjetrën? Sa kompani shqiptare kanë Sierra Leone? Jena 6. 6 kompani shqiptare janë këtu. Që nxjerrin florin Sierra Leone. Po, janë artizanal, se punojna me lokal. Ti je i vetmi industrial, Vetmi industrial, po. Te smar. Faleminderit.